Në prag të festës së Kurban Bajramit, interesimi madh për blerjen e kurbanëve, pavarësisht çmimeve të larta. Vlen kërkon që rasti grupit të mos mbesë në sirtar. BDI kërkon sqarime për drejtorin e kompanisë Nomagas. MBB jep sqarime për të shtënat në Haraqin. Policët kanë gjuajtur me armë në shenjë paralajmëruese. Marrëveshja SBA-Iran vlerësohet si 95% e përfunduar, por nuk është gati për nënshkrim. Përshëndetje të nderuar shikues, dhe mirë se takohemi në lajmet e orës 15:55. Në vigjilja të festës së Kurban Bajramit, interesimi për blerjen e kurbanëve nga ana e qytetarëve është rritur, e kjo vërehet në pikat e shitjes së kurbanëve. Tregjet e shitjes së kurbanëve nuk janë mbushur vetëm me kurban, por edhe me qytetar që pavarësisht sfidave ekonomike dhe rritjes së çmimeve vazhdojnë të ruajnë me përkushtim këtë traditë fetare. Në vigjilje të festës së Kurban Bajramit, interesimi për blerjen e kurbanëve nga ana e qytetarëve është rritur, e kjo vërehet në pikat e shitjes së kurbanëve. Çmimi i kurbanëve varion nga lloji dhe madhësia e kafshës që qytetarët e duan, por se ka dallime në çmime nga viti i kaluar, e pranojnë edhe vetë shitësit. Edhe qytetarët e konfirmojnë ndryshimin e çmimeve nga viti në vit, por thonë se kurbani mbetet një obligim shpirtëror dhe një traditë që nuk mungon në familjet e tyre. Prejni kurban për çdo vjet? Presim për çdo vit presim. Si vjet do me thonë do të presni dele? Po, kismet, dele. Ma e vrejni dallimin nga viti në vit? Ka dallim ka. Ka dallim i lun për çdo vit lun. Shitësit shprehen të kënaqur nga interesimi i qytetarëve, por e pranojnë edhe faktin se çmimet kanë ndryshuar dhe kanë dallim nga viti i kaluar. A ka interesim? Po ka interesim. Ai që ka mendën me blej, vin nuk bën shumë pazar, e merr shkon, Allah inshallah japon kapu. Çmimi ka pak dallim, po malli mirë gjithmonë vlerësohet. Kupton, pe 250, 300, 350, ka edhe 200. Po si mas mallit edhe pazari. Për shumë besimtar, prerja e kurbanit nuk është vetëm një rit fetar, por edhe simbol i solidaritetit, sakrificës dhe ndihmës për familjet në nevojë, ndërsa festa afrohet, atmosfera festive dhe përgatitjet për kremtim tashmë ndihen në çdo treg dhe në çdo familje. Qytetarët janë duke bërë përgatitje tradicionale për festën e Kurban Bajramit. Në tregje dhe dyqane vërehet një gjallërim i shtuar, kërkesa për produkte ushqimore dhe ëmbëlsira festive si baklavaja është në rritje. Me afrimin e festës së Kurban Bajramit, qytetarët kanë filluar përgatitjet tradicionale që shoqërojnë këtë ditë të rëndësishme për besimtarët musliman. Në tregje dhe dyqane vërehet një gjallërim i shtuar, ku kërkesa për produkte ushqimore dhe ëmbëlsira festive, si baklavaja, është në rritje. Por krahas atmosferës festive, qytetarët përballen edhe me çmime të ndryshuara të produkteve, ndërsa shumë prej tyre po planifikojnë nëse do të thirrin kurban këtë vit. Ne ishim në terren për të parë nga afër se si po përgatiten qytetarët dhe shitësit për Kurban Bajramin dhe se çfarë atmosfere mbizotëron në prag të festës. Që të interesim ka ma shumë të arat edhe të bombonat, të këto çokoladat, po, argjot momentalisht, ma mirë është. Se kundra qera ditë është ma mirë. Momentalisht, se ara vjetë i kina dhu 450, që çmimin apet i ki 450, njëti çmim është. Si vjetë si si vjetë. Apo që thorë normalve se ankesa ka se si në qera ka ma shtrejte, shashia matura, ka argjime ma shumë. Që 2-3 festa ka në për njerë. Që atë e probleme është pak ma mirë. Ama apet ka interesim, argjot, me baklav, me misafiri presmi, me tharat mira. Si krejt edhe ne, normal. Ove kuptime është shumë i madhë. Kush e kupton, se du të me shku me hec, me boj, zarat familjet. Që atë e probleme është. Ajo veç për një ditë, se shtash për pare kina dalë 3 ditë për këpera. Që është 1 ditë, 2 ditë qash. Shumë mirë, me ndë se pritmi? Jo. Si kemi rejnit për kurban njëre. Po, nuk janë edhe që ashtrajnë, po, neve s'pana qëtë me një rogë s'pana qëtë.
Po, qashtu, takime me familjar, të vllaznia, të mizallar, qashtu. Nuk mungon mishi, pa tjetër mishi është. On Barsira baklava ka venin e parë. Dashuri me të mira të anat. Po, kismet, nuk është i shtrenjtë. Mund edhe malina më mirë është, traditat fetare, edhe kombëtare. Kiret në asë njës mund janë kërgjo, kiret jenë në rejdër. Kiret tradicionale me baklava me tret. Ndërkohë, një tjetër shitës tha se rritja e çmimeve në përgjithësi i ka detyruar që të rrisin edhe ata çmimet e produkteve elementare. Po, për festat e Bajramit marrin bakllavë, kadejf, arra, se për festat shti, ma tepër shkon për baklava, jo, i bëjnë ato, ka interesime për Bajram, ka interesime sa ditë të tjerave, po mirë, presim me punë, me festa, me ase, po, ka dallim se çmimet kanë lujt pak, nuk janë si përpara, çdo artikël ka hip, ne kena hip çmimin çashtu. Po valla kanë ankesa, kanë mungesa të rrogave. Po si për ashtu baklavën, kadajfin, që ajo tradita e Bajramullit, për shembull, si mungese baklavë, s'kijen e Bajramullit, kadajf që ajo. Si zakonisht mirë është, mirë. Po me siguri po. Krahasim me vite tjera mirë është, prapë mirë është. Si zakonisht si gjithë që kanë bërë dhe ne i bëjmë të, që të partë e tonë dhe ne. Po nuk si besë që mungon dhe qka, krejtë si zakonisht. Po përgjithësi krejt ka pak. Po normal ato, si zakonisht krejt traditët, që tonë në shenë shqiplare, këti kemi qatit në trejes. Po në të kuptimin e plot, normal, djetë, fetar, këtë meranci është mirë, ishala qka u ma mirë në këtë vitë, edhe për kur bëjë Bajram, po dhe çdo herë, për çdo ditë, jemi mirë. Përderisa janë duke u përmbyllur blerjet për Kurban Bajram, tregjet vazhdojnë të jenë të mbushura me lëvizje dhe gjallëri. Atmosfera e festës po ndihet gjithnjë e më shumë në çdo cep të qytetit, në pritje të ditës së Kurban Bajramit. Partia vlen ankohet se procesi gjyqësor për rastin e Artan Grupit po zvarritet. Partia në pushtet kërkon përgjigje të shpejt, ndërsa thekson se rasti i grupi nuk guxon të përfundojë në sirtar, siç ka ndodhur në raste tjera. Ndërkohë BDI kërkon llogari për siç thon heshtjen e drejtorit të kompanisë në Magaz Nedim Rama, i cili etiketohet si i afërt me pushtetin aktual. Ditë e re dhe akuza të reja ndërmjet partive politike, se cila parti kritikon tjetrën, kërkojnë llogari e fajësi. VMRO akuzon kryetarin e LSDM-s se është bashkëpunëtor i autoriteteve bullgare. Filipçe është bashkëpunëtori drejt për drejt i Bullgarisë në Maqedoni, ndërmjet misioneve bullgare të ministres e Petrova Çamova. I dërguari special bullgar në Maqedoni, Venko Filipçe, është i vetmi që kërkon përfshirjen e bullgarëve në kushtetutë, pa garanci se ky është hapi i fundit drejt antarësimit në BE. Grupit po zvarritet dhe ai ende nuk po përballet me epilog institucional. Partia në pushtet kërkon përgjigje dhe veprim, sipas tyre rasti grupi nuk guxon të përfundojë në sirtar. Prandaj, pyetja që shtrohet vetvetiu është kush po e zvarrit këtë rast, kush ka interes që Artan Grupi të hesht, kush po dridhen nga ajo që mund të tregojë arkiva e BDI-s. Në këtë rast nuk mund ta anashkalot as emri Islamabadit. BDI kërkon llogari për heshtjen e drejtorit të Nomagaz Nedim Rama se, siç thonë, me pagën e një të punësuari në komunën e Çajirit e më pas si këshilltari i Izzet Mexhidit, ka arritur të krijojë kapital të madh financiar në prona të paluajtshme dhe aktivitete biznesi. Përveç mungesës e përgjigjeve dhe transparencës, publiku deri më tani nuk ka parë asnjë sqarim për pasurinë për të cilën posedojnë prova. Përkundrazi, vlen lëshon anketa të porositura për epërsi të rrejshme ndaj BDI-s. Nga LSDM thonë se ka një muaj që po pyesin pse ende nuk janë dërguar dokumentet për ekstradimin e ish kryeministrit Nikola Gruevskit. A i dërguan e Christian Miskovski dhe Igor Filkov dokumentet e ekstradimit për Nikola Gruevskin, pse po shmangin një pyetje kaq të thjeshtë, për të cilën qytetarët nuk kanë marrë përgjigje prej muajsh për kriminalin më të famshëm maqedonas, ndoshta sepse Miskovski nuk dëshiron që Gruevski të kthehet, sepse e di se kjo do të kërcënonte drejt për drejt pozicionin e tij në VMRO. Përplasjet politike kohët e fundit janë intensifikuar dhe kanë të bëjnë me akuza për korrupsion, keqpërdorime të pozitës, ndikim politik në gjyqësor e tema të tjera.
Autoritetet policore kanë dhënë shpjegime për incidentin e djeshëm në Haraqin, ku policia kishte gjuajtur me armë zjarri. MPB ka sqaruar se operativët e saj kanë shtënë me armë në formë paralajmëruese gjatë ndjekjes së një personi të dyshuar për kontrabandë me dru. Rasti i djeshëm në Haraqin i cili bëri bujë në opinion, ku policia ka shtënë me armë zjarri, pasi të njëjtët kanë tentuar ta ndalojnë një kamion, i cili ishte ngarkuar me dru. Sot, nga Ministria e Punëve të Brendshme kanë dalë me sqarim rreth ngjarjes. Sipas MPB-s, policia gjatë ditës së djeshme ka shtënë me armë në formë paralajmëruese gjatë ndjekjes së një personi të dyshuar për kontrabandë me dru. Më 24 maj 2026, rreth orës 12 në hyrje të fshatit Haraqin, në rajonin e Shkupit, zyrtarët policor i kanë dhënë shenjë për ndalim një kamioni të ngarkuar me dru, por shoferi nuk është ndalur dhe ka vazhduar lëvizjen. Më pas, shoferi e ka drejtuar kamionin drejt policëve dhe automjetit zyrtar, pas së cilës policët kanë shtënë me plumba paralajmërues në ajër. Shoferi ka shkarkuar drut në rrugë dhe është larguar me automjetin në drejtim të panjohur. Nuk ka persona të lënduar, ndërsa druti janë ndërzuar policisë pyjore, po ndërmerren masa për gjetjen e shoferit dhe automjetit. Reagim për këtë ngjarje ka bërë edhe kryetari i komunës së Haraqinës, Daud Beqiri, i cili thotë se çdo aksion nga policia duhet të zhvillohet me profesionalizëm dhe kujdes maksimal ndaj sigurisë së qytetarëve. Me njëherë pas rastit të ndodhur në Haraqin, dola në vendin e ngjarjes për të parë nga afër situatën dhe për të biseduar me qytetarët. Fatmirësisht nuk pati të lënduar, por shqetësimi tek banorët ishte i madh pasi ngjarja ndodhi në një zonë të banuar me familje. Si kryetar komune janë për zbatimin e ligjit dhe ruajtjen e rendit, por çdo aksion duhet të zhvillohet me profesionalizëm dhe kujdes maksimal ndaj sigurisë së qytetarëve. Beqiri kërkon nga institucionet kompetente që rastet të shqyrtohet me seriozitet në mënyrë që, siç tha, rastet të tilla të mos përsëriten dhe qytetarët të ndihen të sigurt në vendin e tyre. MPB njofton se një shofer autobusi dhe një pasagjer janë privuar nga liria pasi gjatë një kontrolli policor në një autobus që qarkullonte në relacionin Gjermani-Maqedoni janë gjetur 35.000 euro të padeklaruara. Sipas autoriteteve, parat janë zbuluar gjatë kontrollit të një pasagjeri 20 vjeçar. Dogana PB të gjithë një e më e pasur, pas gjetjes edhe konfiskimit të afro gjysmë milion euro nga doganierët në një minibus nga Shqipëria, ata kanë ndaluar edhe një autobus tjetër nga Tetova, me çka në pikën kufitare të Banoc janë ndaluar 2 persona, një shofer autobusi dhe një pasagjer, tek të cilët janë gjetur 34.965 euro të padeklaruara. Parat janë konfiskuar ndërsa shoferi dhe pasagjeri janë ndaluar. Zyrtarët policor kanë ndaluar një autobus Mercedes në pronësi të një agjencie turistike i drejtuar nga RF 37 vjeçar nga rajoni i Tetovës, i cili qarkullonte në relacionin Gjermani-Maqedoni. Gjatë kontrollit të autobusit në rimorkjo janë gjetur disa bidon për të cilët personi nuk posedonte dokumente dhe leje për transport. Siç njoftojnë nga MPB, personat janë privuar nga liria sipas nenit 278 kontrabandë të kodit penal dhe nenit 29 të ligjit për punë devizore dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tyre do të parashtrohen kallëzime përkatëse. Sekretari Amerikan Marco Rubio tha se SBA-ja dhe Irani mund të kenë së shpejti lajme pozitive për negociata që synojnë t'japin fund tensioneve dhe çështjes bërthamore iraniane. Nga ana tjetër, Irani deklaroi se është arritur përparim në shumicën e çështjeve në diskutim, megjithse ende nuk mund të thuhet se një marrëveshje është afër. Edhe Pakistani tha se po ndërmjetëson mes dy vendeve dhe bisedimet po esin në drejtimin e duhur. Sekretari i Shtetit të SBA-s Marco Rubio tha të hënën se mund të ketë lajme ndoshta sot në bisedime midis Iranit dhe SBA-s për t'i dhënë në fund luftës. Puna është ende në vazhdim. Mendonim se mund të kishim disa lajme mbrëm, ndoshta sot, u tha Rubio gazetarëve. Ka një gjë mjaft të fortë në Turizën në lidhje me aftësinë e tyre për të hapur ngushticat, për t'i hapur ato, për të hyrë në negociat shumë reale, domethënse dhe të kufizuar në kohë mbi çështjet bërthamore. Rubio, i cili po zhvillon një vizitë 4 ditore në Indi, tha se presidenti i SBA-s Donald Trump nuk do të bëjë një marrëveshje të keqe dhe se SBA-ja do t'i japë diplomacisë çdo shans për të pasur sukses.
Ndërkaq, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane Esmail Bakej tha se Irani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë arritur në përfundime mbi një pjesë të madhe të çështjeve që janë në diskutim. Megjithse, kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se një marrëveshje është afër. Është e saktë thuhet se kemi arritur në një përfundim mbi një pjesë të madhe të çështjeve që janë në diskutim, por të thuaj se kjo do të thotë nënshkrim i afërt i një marrëveshjeje, askush nuk mund ta bëjë një pretendim të tillë. Duke komentuar për ngushticën në Hormuzit, Bakej tha se përgjegjësia për menaxhimin e rrugës ujore strategjike i takon shteteve bregdetare. Edhe kryeministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif, tha të hënën se gjërat po lëvizin në drejtimin e duhur për t'i dhënë fund luftës midis Shehbaz dhe Iranit. Sharif tha se ndërmjetësimi i vazhdueshëm i Islamabadit për të arritur një zgjidhje të negociuar midis së dy palëve ndërluftuese ka treguar tashmë për parim dhe gjërat po lëvizin në drejtimin e duhur. Në deklaratën e transmetuar nga televizoni shtetëror pakistanez, ai tha se Pakistani luajti një rol të sinqert për të ndërmjetësuar midis Shehbazit dhe Iranit. Të paktën 17 persona humbën jetën dhe 10 të tjerë u plagosën në një aksident rrugor në Pakistan, thanë autoritetet. Aksidenti ndodhi kur një autobus pasagjerësh që udhtonte nga rajoni Sad për në Pashar, në pjesën veriore të vendit pësoi një defekt mekanik dhe u ndal në anë të rrugës. Pasagjerët kishin zbritur dhe po prisnin pranë autobusit kur një kamion humbi kontrollin dhe u përplas me turmën. Të paktën 17 persona u vranë dhe më shumë se 10 u plagosën, tha Bilal Ahmad Faizi, një zyrtar i shpëtimit, duke shtuar se 3 nga të plagosurit ishin në gjendje kritike. Shumë nga pasagjerët po ktheheshin në shtëpi përpara Bajramit, një nga festat më të rëndësishme fetare në kalendarin musliman. Franca po përballet me një skandal abuzimi me fëmijët, ndërsa monitoruesit në 10 qerdhe shtetërore dhe shkolla fillore po hetohen për dhunë, sulme seksuale dhe për dhunim. Policia e Parisit po shqyrton më shumë se 100 akuza për keq trajtim, dhunë fizike dhe për dhunim të fëmijëve deri në 3 vjeç, nga monitoruesit e shkollës gjatë pushimeve të drekës, kohës së gjumit dhe aktiviteteve pas shkolle, kanë konfirmuar prokurorët. Kemi hetime në vazhdim në 84 para shkolla, rreth 20 shkolla fillore dhe rreth 10 qendra kujdesi ditore, tha kryeprokurorja e Parisit Laur Beku. Avokatët thanë se hetimet përfshinin përdhunimin e dyshuar të fëmijëve të moshës 3 dhe 4 vjeç, grupet e prindërve thanë se kishin luftuar për vite me radhë që akuzat të merreshin seriozisht. Ata thanë se dështimet në procesin e rekrutimit dhe kontrollin e monitoruesve të shkollave kishin lejuar që abuzimi të vazhdonte. Qerdhja është e detyrueshme në Francë që nga mosha 3 vjeç dhe monitoruesit e shkollës janë në praninë e rëndësishme të përditshme për fëmijët e moshës 3 deri në 11 vjeç. Udhëheqësi i Kinës Xi Jinping ka shprehur besim gjatë një takimi në Pekin me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić se partneriteti gjithëpërfshirës strategjik midis dy vendeve do t'i çojë ato në nivele të reja. Xi ndau Vučićit medaljen e miqësisë, çmimin më të lartë shtetëror të Kinës për shtetasit e huaj. Vučić ndodhet në një vizitë 5 ditore në Kinë, ku sipas tij do të diskutojë për bashkëpunimin ushtarako-teknik dhe ekonomik me Xin. Gjatë takimit, Vučić dhe Xi lëshuan një deklaratë të përbashkët mbi promovimin dhe ndërtimin e një komuniteti Serbi-Kinë me një të ardhme të përbashkët në epokën e re dhe një deklaratë të përbashkët mbi avancimin e përbashkët të zbatimit të 4 nismave globale. Serbia dhe Kina kanë nënshkruar disa marrëveshje dhe memorandume për bashkëpunim në fusha të ndryshme. Vučić e falenderoi Xin për, siç tha ai, ndihmën e Kinës për Serbinë në kohë të vështira. Shikues të nderuar, këtu është fundi lajmeve. Ju falenderoj që na ndoqët, mirupafshim.